tani të shtyu, të shkosh tek ata të cilët kanë qëndrime të kristalta, anti-amerikane. Dhe ata, ato qëndrime i kanë për interesat vendeve të tyre, si të gjykojnë ata. Si të gjykojnë ata. Kuj ke interesat, ti s'ke interesat për vend, ti ke interesat vetë personale. Ti çdo lëvizje e bën për të shpëtuar kokën tënde. Kjo është fyrje, kjo është përçmim, kjo është turp. Po pse do publikoj Alexis Soros fotot e samitit me Edi Rama dhe do i censuroj Edi Rama? Çfarë tregon kjo? A nuk tregon kjo për njëri pa karakter, frikacak? Shturp, njëri pa dinjitet, që se tako publiko foton, çfarë ke? Do thoni ju, po çfarë, jo ka rëndësi shumë të madhe, sepse ai nuk e ka udhëtim privat atë. Aja ka udhëtim për faqësim të shtetit shqiptar. Dhe në atë samit ishin të pranishëm një seri kryetar shtetësh, kryeministrash me qëndrimet të hapta anti-amerikane. Çfarë shtyn, çfarë interesi ka Shqipëria aty? Asnjë interes. Janë vetëm interesat personale të Edi Ramës. Janë vetëm interesa personale të Edi Ramës. Dhe ky është keqpërdorimi absolut. Është përdorimi absolut i postit dhe i detyrës. U përpoq ta maskoj me çdo kushte, u përpoq të mashtrojnë shqiptarët me çdo kusht. Ju e pat vetë. Dënoj me forcë një qëndrim të tillë, poshtrues për një kryeministër. Unë nuk merakosem se vetë poshtrohet ai, por problemi është se ai është përfaqësim. S'ka ndodhur kurrë, s'mund të ndodhë. Të shkoj kryeministri në samit dhe ta fsheh. Sigurisht të takim klandestin, ndërkohë që ato ipin gjithë vetjat e botës. Më spaku, se s'do ta